diku 6,39 €, e një tjetër market 5,45 €. Kështu variojnë çmimet e një kompleti me 30 vezë në tregun kosovar këtyre ditëve. Kokrat e njëjta, vetëm një vit më parë, shiteshin gati për gjysmë më lirë, mesatarisht 2,83 €, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Merr kjo. As në gurbet, ma shtrejt nuk janë çmimet. Çmimet e konsumit në Kosovë janë rritur mesatarisht për 5,1% në tetor të këtij viti krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, çka ka rënduar shportën e konsumatorit. 6 euroshi ka më ndiku shumë në shportën e qytetarit dhe familjes konsumatore dhe do të rritë shpenzimet. Kjo është një porosi e madhe për qeverinë që ta kontrollojë tregun, në veçanti prodhuesit të cilët duhet të arsyetojnë këtë rritje gati 40% të vezëve, sepse nuk ka arsyetim, dhe ti marrë në pyetje në hetime edhe marketet, zinxhirët e tregtisë. Paga mesatare bruto vitin e kaluar ishte rreth 600 €, ndërsa paga minimale 350 sosh. Rezultatet e anketës së Institutit Ndërkombëtar Republikan të kryer nga maj deri në korrik 2025 thonë se 45% e qytetarëve të Kosovës e cilësojnë kostën e jetesës dhe çmimet e larta si problemin kryesor në vend. Kjo përbën një rritje të ndjeshme prej 28% krahasuar me vitin e kaluar. Shënjestër.net